Pra si nuk një gjëjtë thotë se sa nga kanë vjedhë këta ora që nga 90-ta. Po të gjithë nga tregojnë moralin demokratik. Po kush i ha këto? Po unë e di se çfarë morali kanë këta. Mos ndodh, po në qoftë se nesër fiton Fronti i Lindjes, këta janë të parë që do shkojnë t'i puthin mustaqe Stalinit, e do i thonë i dashur Stalin, nuk na lanë Amerikan, po të kemi dash shumë. Nuk i duan kombit njerëz pa moral. To janë të pa moral. Ndaj duhet ban lëvizje ligjore, jo morale, po ligjore. Kryeinfermieri do të rri kaq vite, shefi kaq, drejtori kaq, ky kaq, dhe më rregullat do të na zgjidhin çështë. Dhe dua të them me këtë rast, ke kam paun ma rregullën për 40 vjet mjekësi. Kam pa një drejtoresh. Në vitet 70, se më ka punu gjithë familja në spital. Prindit edhe familja. Ka qenë Vera Angelo, nana Spartaku. Po. Po të futesh në pavione, gjithë me papuqe, në fytë që me një tjetër, po me gishta, se mos shqetësojmë smur. Kjo është disiplina. Nuk mund të ketë shoqëri pa disiplinë. Rregull, disiplinë, rregull të hepur. Ne ndërkohë kemi këto. Gjin, juve keni marrë vesh për kur rahat era i gazetari Barllok Lalaj? Po kam marrë vesh, po unë jam marrë me te. Si e kam marrë vesh. Doja të përputhja, a jeni juve, apo jo ai që e mbaj mend dhe kam lexuar si histori në Facebook? Po, Bardhokun e masakruan. Ishëm bashka ditë në të tmerë që na pa në sytë në qenë të Tiranës. Një dru që së shapan e herë një dëntime, dhe kishtë ardhe Bardhoku, se Bardhoku punët e punë në spital, punët e edhe infermierë dhe me gazetari. Po. E kuptan? Edhe kisha shumë shok, njëri djalë shumë i urë, shumë i sjellshëm. Djalë shumë i mirë. Dhe, po, u bë një masakër aty me njerëzit, çfarë nuk na pa në sytë atje, një torturë u bë atje me popullin, një rajë së shapan e herë një dëntime, as të për filma, dhe në fund fare për ta thënë shkurt, thamë, do ikim tani, dhe unë i kam më parë, në spital me pasë, mos ka ne problem në urgjencë, sa atje punoj edhe atë natë e merresha, dhe shpinë kisha ngjitur me spitalin, dhe më thonin shefa që interesohu. Dhe më vonë pastaj kanë ardhur më kanë thënë që merr një fshatar nga si për liçenit oficial një nga ato. Më tha, urgjenca se shoku jot tha nuk e gjen gjallë. Thoshtë që kanë thoshtë, unë për që vjen në shtëpinë time. Shpejti, të sift ato fotografi, ato gjëra që kishte bërë fotografi atje për ngjarje. Dhe pastaj kam shkuar, me motor kam shkuar, kam marrë dhe pastaj kanë ardhur gazeta, kanë ardhur dhe gazetarët edhe në spital Tramës nuk e qojnë dot se ata e dinin që e kanë vrarë, kishin tha një tjetër që e vran, domethënë nuk jeton më, pra ne ishin 3 vjet ishin masakruar, ishin larguar. Por fati i këtij që shpëtoi. Dhe e kam trajtuar në shtëpi pastaj në kujdesin e shikut të Berishës. Në kujdesin e shikut të Berishës. Me një shtëpi të rrethuar nga shiku i Berishës dhe policia. Pastaj policia u largua në moment saktuar. Dhe Bardhoku ka shfutuar kot. Por unë di që ka ikur shumë nga kjo botë, naciste. Di që ka ikur shumë të botë nga nacistem. Ka ikur shumë. Shumë. Dhe askush nuk po jep llogari. Jo, përkundrazi kërkojnë një revolucion të tretë. Kurse mua me qenë se shkruja çdo ditë koha joni që e mirë derisa e bleu Berisha. Që sa bleu Berisha, ato patriotë 18.000 të veriut u futën gjep mirë pasi i bleu mirë. Pastaj më kaluan pandeur. Ju duhet me çdo kush një person me qenë burg, sepse disa dënuar politik na pas kanë thënë që ju është bërë torturë me elektroshokin. Elektroshokin kanë përdorur në Shqipëri, një periudhë shumë të gjatë. Është një mjekim që bëhet në klinikën e psikiatrisë. I njëjti mjekim bëhet në kardiologji apo sala me defibrillatorin e zemrës. Dhe bëjmë, bile kam bërë artikullat e ju thoya që po ta di presidenti ju i nderuar që ju më kalojnë pandeur, edhe ai do habitej sepse një gjë të tillë ka bërë ai.
Doni me çdo kusht njëri me thënë që ja kape miqe na pas ka bërë tortura dënuar politik. Unë s'ma përsipër se kush i ka bërë tortura atyre. Dhe gjejnë vetë ata. Ata kanë pas kohë për 30 e sa vite me kërku drejtin e tyre. Por di them që edhe këto shonjë që kanë përdorur mbi baza shkencore në klinik me rregulla norma. Kupton. Kjo kishte lind nga një problem që një smur kishte bërë rrëmuj në spital, si pas saj, do ishen bërë dikur elektroshok, si pas saj, bante poezi kundra pushtetit dhe ishen ullë kujtese, tjera. Dhe u çfarë bëj një ditë, me qenë se kishte ardhur, kishte bërë rrëmuj, doja me qetësu situatën dhe rrenim aty tek Pallati i Kulturës në darkë, e takoj këtë smur, i tham, pse ke ardhur në spital ke bërë rrëmuj, thash. Tha po jo, e kam bërë atë, thash, unë jam më i madhi atje. Unë tash i bëj gjitha, unë i kisha hallë që e mos vinë në spital bëm rrëmuj. Ajo morin emrin tim dhe më çojnë në prokurori. Kur më thirrri prokuroria. 8 muaj pa ndërun. 2-3 muaj të fundit më thanë mos lëviz nga Tirana. Çmendurit asaj kohe nuk janë pa imagjinueshme.